shumë i keq, i poshtër, më i llahtar që bot po doni juve, ai sa i përket qëndrimit ndaj lirisë fetare ka qenë shumë korrekt, me të gjitha liritë e besimit, me të gjitha aspektet edhe me të gjitha besimet, edhe unë për këtë gjë e çmoj pavarësisht ai mund ta bëj për interesa politike, nuk i hyj fare, unë gjykoj zemrat e njerëzve. Po s'besoj ta bëj për interesa politike. Pra, kjo është një gjë sepse unë kam pasur frikë që ai njeri ka menduar unë dikur, po do bëj 90 zeza që ta shkatroj fare fen dhe lirinë e besimit në Shqipëri, ai nuk e ka bërë këtë gjë. Kjo ka qenë frika ime pra. E para dhe e dyta. E dini ju që njëra është i vet, po. Edhe e dyta, ka pasur frikë ai do shtyj përpara me shumë forcë agjendën LGBT, unë kam qenë një njeri i angazhuar. Jo kundër, se nuk do të them kështu, po kam përkthyer libra për ta studiuar, ta njohur dhe jam i konservator dhe jam munduar të flas që këto janë gjëra shumë të qepër për Shqipërinë, kudo që të jetë në botë, jo vetëm për ne. Dhe kam pasur frikë Rama do të shtyr para, por Rama për fat der Zoti që nuk e ka bërë të gjë, por ose Rama në një mënyrë është sjell si konservator në një mënyrë. Kjo e lirisë fetare, Rama pra në këtë aspekt unë kam vlerësim për mënyrën Rama është i vetmi nga 33 kryeministrat që është katolik i pagëzuar. Po, dakord, po në ato vite kur unë kam lexuar refleksionet, ai unë nuk e dija që nuk e shfaq. Shiko, edhe unë kam pasur këtë mendim. Sepse traditën ai e kishte edhe ortodokse, edhe musliman. Jo, po edhe mënyra si jeton dhe me sjellje. Shiko, kisha edhe kokën ato, po themi, zhurmat e kohës. Po thënë vitet 90, unë isha student, ose sa u bëra ministri kulture, isha indikuar nga fakti që po na vjen dikush që do na prish Shqipërinë, dhe shkurt muhabeti. Pra nuk është i djathtë, jo vetëm që është i majt, por është ultraliberal, është kështu, se fakti edhe ishte. Edhe mënyra si erdhi, gjësi, veshja, sjellja, ku diun, ka pasur kështu çapet e kuqe dhe po unë mendoja këtë gjë që populli do e doj shumë, sepse ky është i popull që vjen nga komunizmi, mendoja unë trushpar, që në fakt populli është popull i mirë, dhe kam lëshuar dhe unë, si më thënë vetë mendimet e mia për këto gjëra. Edhe sot them që Rama është një njeri me mendësi totalitare, po qeverisë në mënyrë dramatikisht keqe Shqipërinë, shumë keqe, tmerrsisht keqe, por është shumë sistemik në mënyrën si bë politikë dhe kjo i jep avantazh atij personalisht, por jo Shqipërisë, por Shqipëria ka një gjë të vogël nga Rama, në gjykimin tim, që ai të paktën të kollonë lirinë fetare dhe çështjen e agjencës LGBT nuk është më parë lirinë fetare po e mbron. Në këtë sens kam një lloj si u përgjigjesh atyre që thonë që është faj popullit, dhe prek pak më lart, po është faj popullit dhe kjo më kujton atë teorinë e Bertolt Brechtit, i cili thotë të ndrojmë popullin. Domethënë në Partitë Demokratike sot ka disa eksponent, besoj ke dëgjuar, që thonë që fajtor që Rama është tani në pushtet, është masa e madhe e popullit që e voton atë për interes. E ke dëgjuar? Kjo është gjëja më e pamoralshme, se e papranueshme është fjalë e vogël. Të fajsosh popullin, të thuash që populli është i keq prandaj po fiton Rama, është e pamoralshme. E para populli është në punë vet, është në hallet e veta, me zi jeton, me zi punon, man familjet, man shtëpinë, shko atje, shko këtu, emigron, vjen ikën ku diun, edhe ditën e shkon e voton, edhe ti nuk ke asnjë drejt. Është e pamoralshme të thuash që ky e ka fajin. E para, e dyta, kjo dëshmon edhe pafuqinë totale tënde për të pranuar një përgjegjësi. Ky është mekanizëm defensiv freudian mbrojtës që e përdor ti për të mos pranuar përgjegjësitë tuaja. Njihet si mekanizëm defensiv fajsimi tjetrit ose projektimi i fajit tek tjetri. Pra, popullin mund ta kritikojë një sociolog, mund ta kritikojë një hoxh, mund ta kritikojë një prift, por kur një politikan. Kur një politikan. Edhe një gazetar mund ta kritikojë popullin. Ndoshta thotë që populli nuk po merr vendimin e duhur, një politikan kur. Si ka votuar populli shqiptar? Ka votuar drejt në këto 11 zgjedhje? Po, për mua po. Në këto 11 zgjedhje ka votuar drejt gjithmonë. Gjithmonë. Po. Populli nuk unë hyj tek ata që nuk mendoj që populli ka gabuar. Popullit mund gabojnë, por në këtë vit populli nuk besoj. Popullit kanë gabuar, po jo populli jonë në këtë rast. Thashë herë, popullit mund të bien moralisht, mund të rënohen, mund të shkatrohen, popullit kanë zgjedhur edhe Gomorrën. Populli është ai që zgjodhi Gomorrën. Nuk janë shqiptarë në të gjendje. Populli është ai që kryqëzoi Isajin ose Krishtin. Populli është ai që përzori Muhamedit, që e ran atë popull. Jezu Krishti po ti jeton në Shqipëri do kryqëzoj, bëjmë pyetje jashtë komplet skenar. Jo, më mundon mua kjo pyetje, edhe unë kështu. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Nuk janë popull i keq shqiptar, janë popull i mirë. Kur nuk do ta kishin kryqëzuar? Shqiptarët nuk janë popull i keq. Shqiptarët janë popull i mirë dhe edhe i dhëmshur. Kanë probleme se vinë nga situata vështira, po. Çfarë pritshmërie ke në këto 4 vite të qeverisjes së zotit Rama? Me thënë të drejtën, kam vetëm një shpresë që reforma në drejtësi dhe spaku do shërbej si një lloj motori që qeverinë ta mbaj pak të trembur në frikë, edhe të mund ta
atë vektorin e politikës vendit tonë të mund ta orientojë sado pak. Nuk kam shpresë tjetër. Sepse thashë Shqipëria është në situatë të depolitizuar. Qeveria dhe kryeministri Rama nuk mund të humbi zgjedhjet dhe Partia Demokratike nuk mund të fitojë zgjedhjet. Në këto kushte, secila prej palëve nuk jep llogari, sepse politika në fund fare është llogaridhënie. A jep ti llogari për ato që bën apo jo? Se ti edhe si studius dhe unë këtë pyetje bëj shpesh, po je njeriu më kompetent për nga kozgjatja e renditjes së kryeministrave. Ne kemi këtë Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 12 vjet, në fakt 16 se mori dhe mandatin e 4. Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Një nga njerëzit kompetent që mund të japi përgjigje kësaj renditje, sepse kjo do të thënë shumë. Kryeministri Rama, dhe ta them unë toll fare këtë më bëhet se mendoj unë domethënë. Kryeministri Rama ka përdorur fuqinë e madhe elektorale të Partisë Socialiste, ka arritur që me mënyrën e vet jashtëzakonisht sistematike të punuarit, këtë fuqi ta bëj të mundur që të jap fitore në zgjedhje më shumë se sa që i dha Nanus dhe Metës apo të tjerëve. Pra, fuqinë e posaçërisht, fuqi shumë e madhe elektorale në Shqipëri, ky i ka shtuar edhe të punuarit e vetë në mënyrë shumë sistematike. Shka, kryeministri Rama është njëri që ka sjellë konsulent huaj që në vitin 2000, është njëri që punon me sondazhe edhe me pollstera në mënyrë permanente të vazhdueshme, është njëri që orkestron dhe dirigon. Por PD i thot njëri këto? Disa i din, disa nuk i din atë, po PD-ja nuk merret. Sepse kur kur ti bëni betejë, ti do njohësh kundërshtarin. Shka, unë këto gjëra. Dhe kjo që thua ti, këto janë të sakta. Roland, unë këto gjëra kur kam patur mundësi, kam biseduar me zotin Luzin Bashkë disa herë, por kam vënë re që ai vlerësonte si gjëra, por nuk është se punonte që ti rregullonte. Ndoshta ishte edhe pamundur, nuk di çfarë të them, po sepse Partia Demokratike është ka problem kulturor. Është ka problem kulturor, pikë mohabeti. Duhet ndryshoj kulturalisht. Këto janë detaje pastaj. Pra Rama përdor këtë lloj fuqie të. Po si ta ndryshon se ka thënë na zeu klubit ndryshohet, truni ndryshohet vetëm me arsimim o fitim tani. Shiko, është e mundshme, shiko. Ai ka folur për trunin e popullit, dakord jam, po. Po pra, edhe populli PD-s po them. Ja, një parti, po shiko, po të ndryshoj 2-3 mijë veta në PD, pra kryesia, këshilli kombëtar, kuvendi kombëtar, ata, mi pa, ata 2-3 mijë veta që janë lidha partisë, ata nuk janë. Do të thënë nga gjithë ta vetëm Edi Rama përmendë. Për mua, thash dhe herë, Rama ka arritur që me anë të asaj lloj mënyre të punuari shumë sistematike dhe shumë profesionale. Për mua është gjë të përshirë keqe, sepse i jep pushtet njeriu që e qeverisë keq Shqipërinë, por ai nga pamja e mënyrës si më politikën për të marrë pushtetin është politikani më, shiko, nuk e kuqëlloj në një bisedë, në një debat dhe thashë Nano ishte njëri jo skaotik, jo sistemik, jo i përkushtuar në dhe jo i përqendruar me bisturinë dorë në punë, edhe pranaj Raku dhe nga pushteti. Rama është komplet i gjë tjetër. Është komplet i gjë tjetër. Është komplet i gjë tjetër. Shumë drejt, shumë saktë. Kështu që Partia Demokratike duhet bëjë llogari. Partia Demokratike në Shqipëri, se ka dhe një gjë që prap duhet kuptuar që është çështje kulturore. E Majta, pse është Partia Socialiste një parti me një bazë të madhe elektorale në Shqipëri, sepse e Majta është përkatësi ideologjikisht. Pra unë i përkas të Majtës, pra nëse do isha i Majtën, pra është e imja, si tha e gruaja mbret atëherë. Ora mos zini tha, nuk duhet, se ne pra jemi tonët. Kurse e djatha nuk është përkatësi, e djatha është zgjedhje. Kështu është që në ditën e parë kur është kryer djatha që në kohën e revolucionit francez. Pra njerëzit zgjedhin të jenë djathtë, pra zgjedhin të mirën përballë të keqes. Po që e keqja e djatha, zvi fare më vëlla, rrin në shtëpi ose votoj të kundër. I Majti nuk voton kundër partisë vet. Pra kjo është edhe Rama ka kapitalizuar mbi këtë lloj baze solide, i ka shtuar kësaj baze solide dhe të punuarit vetëm në mënyrë shumë sistematike. Këtu që më hapë këtë temën e qendruar gjatë, do të them diçka domethënë. Po. Po të bësh një kërkim, që edhe ju mund ta bëni, kushdo mund ta bëjë, ju po se jeni i sprovuar në kërkimet e natyre, cilët janë liderët më të gjatë sot në botë, pra që janë kryetar qeverie ose kryetar opozite, janë Museveni i Eritreas, Paul Biya i Kamerunit, edhe lideri Guineas së Re, dhe pastaj vjen Sali Berisha. Rama vjen i 7-8. Çfarë tregon kjo gjë? Sa burgë, sepse un kam bërë një studim për kozgjatjen e kryeministrave dhe një në Afrikë se më mend emrin tani që kishte Paul Biya i Kamerunit do të jetë, ka 40 vite. Ndoshta. Do në këtë po, edhe një herë, ti thua për këta që janë aktualisht? Janë gjallë sot janë nëpër në botë. Janë detyrë. Edhe një herë, më thu edhe një herë se shumë interesant. Museveni, Paul Biya. Jo, një sekond. Museveni kujt? I Eritreas. Eritrea, prap në Afrikë. Po? Paul Biya i Kamerunit dhe lideri i Guineas se nuk e më mendoj emrin, pra edhe pastaj vjen Sali Berisha. Po mirë, këta janë akoma në pushtet, janë kryeministra?
këta janë kryeministra, por po pse e krahason me Saliu, se Saliu s'është kryeminist? se Saliu është kryetar opozite. Pra nuk ka lider tjetër në botë politik që të ketë 35 vite. Do të ata kanë 40, po të tjerë sa? Berisha ka 35. Në formë mënyrë si lideri i opozitës. Do të Berisha është i katërti lider në botë që është akoma aktiv. Rama vjen i 78, Rama tani u bën nga 98 deri tani u bën Rama 27 vite. Në 98. Çfarë tregon kjo gjë? Po? Parimisht në shkenca politike thuhet që të rrish gjatë në pushtet në një vend shumë demokratik je politikan i mrekullueshëm. Të rrish gjatë në pushtet në një vend jo demokratik je politikan shumë i keq. Se voton populli, si vetë? Më dakord tash se populli ne jemi sistem demokratik. Varet çfarë sistemi ndërton. Ne jemi demokraci me probleme. Nuk jemi demokraci e mirëfillt. Kemi problemet tona. Unë nuk them që jemi vend diktatur, as i vend totalitar, por ka probleme me funksionimin e demokracisë dhe çfarë ndodh tani? Kjo na çon një pikë tjetër ne, që ne kemi dy parti, të cilat trodhësi janë alternuar me njëra tjetrën, që janë shumë të mëdha. Shqipëria është vetëm vend në Europë dhe në botë po doni juve, që ka dy parti shumë të mëdha. Nuk ka në Europë asnjë vend me dy parti shumë të mëdha. Gjitha partitë në Europë janë ose gjitha vendet ka parti fragmentarizuar ato të them se Polonia, Hungaria, Çekia, Slovakia, Rumania, Bullgaria, Maqedonia, Kosova, Malizi, Kroacia, po as diskutohet fare. Vetëm partia e fuqishme, partia e madhe në Europën lindore. Por dhe ajo nuk ka 30 vite. Në Shqipëri kemi dy parti shumë të mëdha që nga 91-shi. Edhe këto janë alternuar, mi po çfarë ka ndodhur? Këto kanë të dyja lidera shumë kohë gjatë. Pra, jo se në Poloni, në Hungari, në Rumani, në Bullgari, ato Zhelevi, Zhelevi, Petr Romani, Jon Ildjesku, Haveli, Franjo Tuçman janë harruar me kohë ata. Pra ne kemi pa ata dhe atje kanë kaluar nga 7-8 breza të tjerë. Këtu dy parti, dy lidera kanë krijuar të njëjtën bazë ekonomike, të njëjtën bazë mediatike, edhe është bërë gati një sistem i mbyllur. Pra ne është shumë e vështirë që të ndrohet. Fitim, kam një pyetje për marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si ka mundësi që Partia Demokratike arriti deri këtu sa të bënte një piruet të çuditshme? Nga teoria sovraniste, që ne pyesim voton populli shqiptar, dhe në sharje për ambasadorin Yuri Kim guvernatorja, fakt zot Berisha ka përdorur për dy dhe të dyja zonja, edhe për Marizalinon. Guvernatorja ka thënë për Marizalinon dhe për Yuri Kim në theshtatën. Madje është djegur dhe flamuri amerikan te Selie PD-s, besoj duhet ke qenë aty. Dhe tani Amerika shpëtimtari e tjerë. Tani këto pirueta, sepse unë kam bërë studime këtë dhe unë e njoh dhe atë tipologjinë jo vetëm të shqiptarëve në raport me Amerikën, po edhe të shtetit amerikan. Tani, çfarë ka ndodhur aty? Ore, ka ndonjëherë aty që i shkundet, ore, si mund të shahet Amerika? Amerika dhe mund të shahet, por njëri ma qëndrimi konsistente. Të shahet? Edhe koherente. Po ka dhe gjëra për të shahet. Kritika... Shiko, Amerika nuk është diçka e zbritur për qiellit, por... për ne shqiptarët, amerikanët janë... Se unë kam të qartë dhe besoj që bim dakord bashkë. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vendi i cili ka garantuar dhe na garanton ende në pavarësinë. Po se mos në vitet 1918 në konferencën e Parisit, ajo është ato 14 pikat e Wilsonit, pa ato 14 pika ne nuk do ekzistonin. Pra, ju dini shumë mirë, George Clemenceau, Lloyd George dhe kryeministri italian e kishin rënë dakord që Greqia merret pjesën e vet, Serbia pjesën e vet, Italia pjesën e vet, këtu s'do kishte Shqipëri. Ose do kishte Shqipëri. Toni Venizelos. Ose do kishte Shqipëri të vogël nga Durrësi në Tiranë, në Lushnjë, në Besak. Një Monaco aty. Pra është SBA-ja vendi që ka bërë gjë. Veç sa SBA-ja është vendi që ka bërë parasinë e Kosovës. Apo jo. Është vendi që na futur NATO. Ne jemi se desh na tha. Kjo nuk diskutohet fare, dhe ne do të jemi mirënjohës për jetë atij vendi, sepse ekzistojmë për shkak të atyre. Po kur them që ata nuk ka asnjë që ka gjëra që mund të kritikojnë, ata mund të kritikojnë, për shembull, ajo që ndodh në Gaza, po themi katash për shembull. Tani të kritikojnë, por Partia Demokratike e Shqipërisë, apo Partia Demokratike e Shqipërisë. Ashtu, Partia Demokratike e Shqipërisë ka këtë problem dramatik. Që i mban qëndrimet në funksion të interesit personal të elitës së saj politike. Po, interesi i elitës, ai që është sot, nuk është nesër. Atëherë në varësi të interesit, në shodë qëndrimi edhe që partia është inkoherente dhe është inkonsistente. Inkoherenca dhe inkonsistenca me përkufizim janë dëshmi e problemeve morale që ka një organizim i caktuar politik, ose edhe një individ. Pra, kështu që Partia Demokratike bëhet sovraniste, bëhet antisovraniste.
Partia Demokratike bëhet liberale, kjo është problemi kryesor. Partia Demokratike prandaj thonë nuk është e djathtë. Partia Demokratike kur i duhet është liberale, kur i duhet është konservatore, kur i duhet është socialdemokrate. Se bërin partitive të djathtë më burive. Nuk kam kapacitet, nuk jam i zoti për të bërë një parti. Nuk drejtoj të bëj. Sa modest je. Po jo nuk e bëj dot vërtet, s'ka lidhje. Njerëzit e mirë janë modest. Njerëzit modest janë të mirë. Është sigurt që nuk e bëj dot. Nuk drejtoj dot një parti politike. Po mirë mund mund bëj kaq gjë si një pedagog i zakonisht shkenca politike. Dhe një pyetje brenda të marrëdhënieve SBA-s, si ka mundsi ka 2 vjet Amerika nuk ka ambasador këtu. Dhe ajo deklarata e fundit e përfaqësuesve të Rikeri, Filip Riker, që ne nuk kemi të njëjtën interes për Ballkanin dhe për Evropën lindore, a je dakord me këtë që Amerika ka ulur interesin për Shqipërinë? Nuk them për Shqipërinë konkretisht, po sigurisht që jo, ne flasim për veten tonë. Po, duke rënë impenjimi amerikan për gjithë Europën, edhe për ne ka rënë, kjo nuk mund diskutohet fare. Kjo mund që sot ne nuk jemi më ata që ishim deri dje për SBA-n. Edhe nuk është se e kanë me ne. Është qëndrimi i SBA-s. Se kanë me ne, je i sigurt? Padyshim jam i sigurt, jam shumë i sigurt. Pra, qeveria e re amerikane e ardhur në detyrë 20 janar të këtij viti ka një politikë ndërkombëtare komplet tjetër. Është një politikë domethënë antiglobaliste, le ta themi në një farë mënyrë, kundër organizimeve dhe organizatave ndërkombëtare siç kanë qenë deri dje. Kërkon që Europa të jetë më e fortë vetë, marrë më shumë masa vetë. Si më thonë, ka një... Kjo na bën mirë neve apo keq? Jo, nuk na bën mirë. Ne pakën si shqiptar, e kemi jetike praninë e madhe të SBA-s në Europë. Një SBA shumë e fuqishme në Europë, është i garancim më shumë. E them na bën mirë se s'na bën mirë. BE-ja puna tret çik si shumë, ëh? BE-ja mund ta rrisë si shumë, po kemi parasysh diçka. Keq fishtën? Po, edhe atë. Kemi parasysh të gjë që nëse SBA-ja nuk do jetë në Europë, është sigurt që Gjermania do armatoset. Edhe po armatos Gjermania, do kemi probleme, sepse Rusia mirë po keq do përplasë me Gjermaninë. E sigurt që nëse armatoset Gjermania, se lajmi dje ishte për fortifikimet e... Ju jeni një njeri që e njihni mirë historinë. Që pas vitit 1870, kur u bashkua Gjermania në mbretërimin e Prusisë dhe Hohenzollernëve, në Europë u shfaq një problem që nuk kishte ekzistuar ndonjëherë, problemi gjerman. Sepse balanca fuqisë që ruhej dikur nga Anglia, Franca, Prusia, Austria dhe Rusia u prish, sepse Gjermania dominoi kontinentin. Edhe bota e asaj kohë u ndan në 2 bloqe, Aleanca trepalçe, pra Franca, Angli, Itali, edhe Austria me Gjermaninë, edhe Rusia në bllokun Anglisë dhe Francës. Edhe zhballancimi evropian përdoi luftën e parë botërore. Maroi, u zhballancu përsëri me ardhin e Hitlerit, me armatimin. Lufta e parë botërore. Pra një zhballancim me Gjermani të armatosur është e rrezikshme për ne, sepse çfarë ndodh? Rusia, nëse SBA-ja largohet nga Europa, Rusia do hyjë edhe më shumë Ballkan. Rusia ka qenë në Ballkan shumë e fuqishme, ne e dimë, në vitet e posot Kongresit Berlinit, Traktatit Shënsefanit, ajo i ka bërë gjëmat në Ballkan. Rusia ka ndaj ne shqiptarëve. Se Serbi ka bërë mirë. Si e thonë që Lenini na shpëtoi ne, bëri publik traktatin? Atë budalliqet tash. Jo, duhet të shpjeguar kjo se ka ngelur në histori. E hapi këtë mëbet domethënë. Lenini denoncoi atë UQQ Traktatin e Fshetit Londrës në vitin 1915. Por para një nuk i denoncoi Lenini, po ishte gazeta ajo një herë që doli. Po këta e identifikojnë me Leninin si zëri popullit me Rrocë. Duhet të mbrojtë atë gjë. Lenini në brenda pikpamjes së vet komuniste bolshevike, duke qenë se ishte fliste kundër imperializmit botëror, apo jo, kundër pushtimit vendeve, nxori parimin e vetvendosjes. Jo është parimi i drejtë, po fakti që ka drejtë për këtë parim. Wilsoni atë vetvendosjes? Ashtu. Pra, ky është parimi i drejtë. Jo, dhe kjo nuk e bën Lenini burr të mirë, apo jo. Asnjëri që po na brondën e shqiptarët. Është një parim që ai e ndoqi brenda një filozofie të caktuar, e cila ka 135.000 gjona të këqija. Po nuk e zbatoi pas. Po sigurisht nuk e zbatoi sepse ka një gjë. Se Wilsoni e zbatoi. Nuk duhet me hyrë në marrëdhënie ndërkombëtare gjëra gjatë, i bie të bëjmë mision tjetër bashkë nga e para. Lenini në fillim mendoi që do ndërtojë një botë të re ruse, komuniste të gjithë botës. Pastaj bëri 2 traktate, që janë traktatet e Rapalos. Pra u fut në koalicion me Gjermaninë, pra u hyrin botë, pra bëri dhaj dallaverën e vet pastaj. Sa ato parimet e veta, sepse ka një gjë. Ndryshe nga çton, kështu pak ne kam mësuar, ose kështu thon politologët që unë lexoj. Komunistët, ndryshe nga çton, që janë spartanët, ndeshë drejt janë shumë të korruptuar. Këtë ka treguar historia e njerëzimit. Pavarësisht që pretendojnë spartanizëm, puritanizëm, drejtësi, ndershmëri, në fakt janë shumë korruptuar. E kundër është vërtet. Edhe Lenini, padyshim që unë nuk them të korruptuar në kuptimin material të fjalës, e vëllai tjetër, por në kuptimin politik fjalës. Tani, zhvillimet në Amerikë nuk do lëm pa e përmendur, janë gati të çuditshme. Nuk ngjan Trumpi me asnjë president para ardhës. Po unë i kam lexuar, pothuajse të gjithë presidentët, por nuk më del një si Trump. Domethënë nuk ka një doktrinë Trump. Dhe ajo që ishte
dukesh normale për para pak muajsh, tani është kthyer në anormale. Protestat që kanë nisur në Kaliforni, madje sot memja më e bukur ishte Kalifornia e viteve 60-70, ata me ato makinat edhe buzë oqeanit atje dhe kjo që me gur makinat e policisë. Tani, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është marrëdhënia e Donald Trump me Elon Musk. Ore, unë nuk e kuptoja fillim ç'të lidhje kishte Elon Musk me presidentin e Amerikës, 1 miliarder me presidentin. Tani ata janë bërë dhe po lexoj vetëm fjalën e fundit që ka thënë Trumpi për Elon Musk që has lost his mind. Ka i nga mendja. Nga mendorja si që është ajo meme, ajo video virale. E para, Elon Musk nuk është thjesht 1 miliarder. Do të kuptojmë këtë gjë që ai është një njeri i një fushë biznesi që nuk është eksaktësisht biznes. Pra teknologjia e informacionit, ai pretendon që ka në kokë idera që mund të materializohen për të ndryshuar gjithë planetin. Pra nuk është thjesht një miliarder që kërkon të forcoj biznesin e vet. Pra ku dimë si ka të ndikojë në rrugë. Ai pretendon që kemi pas 10 vitesh 50 milion robot, pastaj kemi robot që do mund të lindin, që mund të ku diun besin shtatzën, pra të përdorësojë planetin. Pra ka një kokë një ideologji që mund të jetë posthumaniste, pra flet për një periudhë kur njeriu nuk do jetë më njeri. Pra këtë gjë ka në kokë e para. A realizohen ajo nuk jam ekspert se fusha nuk e dalloj dot, po ai me këto lloj gjërash ecën, është njëri me guxim gjigant, me gjeneritet. Jo si afroi Trumpi. Trumpi afroi se kishte nevojë. Por edhe ky afroi se edhe ky kishte nevojë. Ata kanë nevojë për njëri tjetrin. Ai e di që projekti i atij, ato gjërat që kanë kokë nuk mund të ecin para pa përkrahjen e qeverisë. Ndërkohë Trumpi di që nuk mund të fiton dot zgjedhjet në një farë mënyrë, ose i duaj mbështetje. I duaj edhe ky për këto punë zgjedhje. Po tani ndodhi konflikti sepse unë mendoj që konflikti do zgjidhet. Ata prap do afrohen gradualisht. Kështu mendon? Do afrohen? Po, sepse ende kanë nevojë për njëri tjetrin shumë. E ke për ta parë. Ai thotë ti je çmendur dhe ti ke ikën mendja. Nuk e kanë problem fare, do të rregjë fjalët. Kjo është administracia kurse ata juve komplet e pangjashme me gjithçka tjetër në historinë paktën 100 vjeçare të bas. Dikur mund të ketë qenë vetëm në kohën e Andrew Jacksonit, ka qenë prezant dikur në vitin 1820, para Lincolnit, 30 vite para Lincolnit, i cili ka qenë i ngjashëm me Trumpin. Nuk ka pasur Amerika më raste të tjera. As Andrew Jackson nuk mund del. Mund ta themi. Dhe kjo është gjë e pangjashme. Kemi një prezident amerikan i cili e ushtron pushtetin me mjetin themelor të vetin pa parashikueshmërinë. Ky bën veprimet pa parashikueshme. Qenia njerëzore në dy, kushdo tjetër në botë, gëzojnë vetimin e parashikueshmërisë, ka pajisë zotin me vetimin e parashikueshmërisë. Ti e di çfarë do bëj unë, unë e di çfarë do bëni juve. Ne e dim çfarë do bëjnë tjerët. Gazetarët i keni në redaksi, njerëz në qytet dhe duke qenë se e dim, ndërtojmë sjelljen tonë. Kështu njerëzit martohen, bëjnë familje, shkojnë punë në radhë. Sa këta janë pa parashikueshëm. Edhe me anë të parashikueshmërisë ne ndërtojmë dhe shtet. Ndërtojmë shtet ligjor. Shteti ligjor varet nga parashikueshmëria. Ti e di çfarë do bëj polici, po nëse vjet rrugë. Po. Çfarë do bëj gjyqtari, po. Pra, ndërsa pa parashikueshmëria është bashkë e kundërta. Është mos respektimi i normave njerëzore, mos respektimi i shtetit. Dhe si do shkojë raporti Elon Musk? Mendoj që këta dy do gjejnë një gjuhë sepse prapa tyre ka interesa shumë fuqishëm pushteti. Po duket sikur janë larg tani shumë. Janë ka filluar një zbutje e lehtë, Elon Musk i fshiu disa postime. Do hesh sepse thash deri ai ka nevojë për Donald Trump ka nevojë për atë. Kemi ardhur në fund të bisedës, me të vërtetë ishte e këndshme, sidomos disa gjëra ju i thatë për herë të parë dhe të falenderoj shumë për këto gjëra që thatë dhe për gjithë intervistën. Më detyrohet të them gjëra që nuk kisha mend kurrë në jetën time të thosha ndonjëherë. Jo, unë i çmoj dhe i vlerësoj shumë ato. Faleminderit juve. Ky ishte dekalogu për sot. Ju falenderoj shumë nga unë Lançafoku, mirupafshim.